shkundim nga jeta jonë gjithçka që na shërben dhe gjithçka që na pengon që të ecim përpara, gjithçka që vonon progresin tonë, gjithçka që nuk na shërben më. Na shtyn drejt ndryshimeve rrënjësore dhe fillimeve të reja, të cilët megjithatë do të vinë pasi do të përfundojë disa cikle dhe të japin fund situatave që na thithin energjinë për të na ofruar asgjë thelbësore në jetën tonë. Megjithatë, për shkak se do të nxitohemi të ndryshojmë gjithçka dhe do të bëjmë hapa përpara, mund të marrim disa vendime pa menduar për pasojat dhe për këtë arsye duhet të jemi të kujdesshëm dhe jo impulsiv. Sigurisht, eklipset sjellin gjithmonë ndryshime të papritura në jetën tonë, kur na ndikojnë pavarësisht nëse i duam apo jo. Pasi mund të lindin disa situata të papritura që nxjerrin jashtë ekuilibrit dhe na detyrojnë të ndryshojmë. Çfarëdo që na surprizon duket vështirë, ne mund të reagojmë ose të rezistojmë, por përfundimisht do të na kuptojnë se këto ndryshime do të bëheshin për evolucionin tonë. Shenjat e zodiakut dhe ascendentet do të preken më shumë nga eklipsi i parë i vitit, që janë shenjat Demi, Luani, Akripi, Ujori, Iridit i tretë dhe ata që kanë një ascendente ose planete në këto shenja, afër 29 gradë. Në një nivel më të përgjithshëm, eklipsi do të sjellë zhvillime në nivel shoqëror dhe politik, dhe ndoshta ngjarjet aktuale do të jenë pak më të rënda ose do të dëgjojmë për situatat që prekin udhëheqësit e vendeve të ndryshme, përfaqësues të kompanive dhe intereseve të mëdha. Vendi ynë, i cili ndikimi që ka të bëjë, mundësitë që jepen nga ky eklips është veçanërisht në sektorët që lidhen me transportet të ndryshme, me media gjithashtu. Eklipsi shpesh krijon paqëndrueshmëri në fenomenet meteorologjike dhe geofizike, por jo problem për të shqetësuar, sepse kanë ndodhur, ndërshekuj do të ndodhin dhe kanë për të ndodhur. Për sa i përket asaj, sepse lidhja që bëhet ose mundësia që jepet, nuk do të thotë që kemi një eklips, është vetëm eklips që ndodh. Nuk diskutohet që kemi eklipse dhe eklipse të tjera, që pak a shumë çdo vit kemi 3 me 4 eklipse dhe kjo nuk do thotë problem. Por ky eklips është i veçantë në llojin e vet, në fushën e vet dhe në këtë har kohor, në këtë bosh do të kemi edhe 3-4 eklipse edhe më tepër që do të ndikojnë deri në 2028, pra 2 vite që do